Mirdita për ju shikus të nderuar, jeni duke ndjekur magazinën informative A-Live. Sot në fokus do t'janë zhvillimet e samitit të NATO-s. Gjithashtu gjatë këtij edicioni do të diskutojmë edhe për sigurinë në Kosovë, por edhe për luftën ndërmjet Izraelit dhe Palestinës. Veç këtyre do të flasim edhe për sportin e golfit dhe kampionatin që ka zhvilluar Kosova në Gjermani. Me që do flasim për sport, gjatë këtij edicioni do të mund të ndiqni edhe një intervistë realizuar me zëvendës ministrën e kulturës dhe sportit Daulina Osmani. Dhe pa humbur shumë kohë, tani do diskutojmë për samitin e NATO-s, i cili ka nisur sot punimet e tij 2 ditore. Për të marrë më shumë informacione për këtë samit, në Bruksel është kolegja Flaka Vitoaku, me cilën do të lidhemi tani drejt për drejt. Flaka, përshëndetje, shpresoj që po më dëgjon mirë. Përshëndetje Antela, po ju dëgjoj shumë mirë, përshëndetje edhe për gjithë Atëherë unë dha shumë pak informacione me që juve ju kemi atje, na trego më shumë rreth këtij samiti të NATO-s. Po, Antela, përmende në pika të shkurtra, atëherë unë ndodhem tani për tani në selinë e NATO-s në Bruksel, duke pas parasysh që të sot pra filloi zyrtarisht takimi i ministrave të mbrojtjes në gjitha shteteve anëtare të NATO-s. Do të thënë sot gjatë tërë ditës dhe nesër do të mbahen takime të vazhdueshme mes ministrave të mbrojtjes bashkë edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, i cili edhe sot bëri hapjen e këtij organizimi që nga orët e hershme të mëngjesit në ora 8 të mëngjesit ku e mbajti një fjalim dhe pastaj edhe filloi të priste gjithë delegacionet e gjitha shteteve, pra vendeve anëtare të NATO-s me rend, duke filluar nga delegacioni i parë i cili arriti sot që ishte ai i Ukrainës, bashkë me presidentin Volodymyr Zelensky, sepse edhe në këtë agjendë do të jetë në krye, pra në krye fjala kësaj agjende të këtij takimi 2 ditor të ministrave të mbrojtjes të shteteve anëtare të NATO-s do të jetë përsëri Ukraina. Kështu që këto 2 ditë do të jemi vazhdimisht në një lidhje të drejtë për drejtë tjera dhe do të kuptojmë për gjitha ngjarjet të cilat edhe vetë se kanë filluar takimet edhe gjitha ngjarjet që do i kemi gjatë ditës. Gjatë këtij agjenda pak më e detajuar, Flaka, cila mund të jetë gjatë këtij takimi 2 ditor që do të mbahet në Bruksel? Po, atëherë, Antela, siç e përmendave se kanë filluar takimet. Agjenda do të jetë kryesisht duke u marrë me Ukrainën, sepse edhe sot, siç e përmendi në fjalimin e tij, pra Stoltenberg tha se tashmë duke pasur asysh vendimet që janë marrë në samitin e NATO-s që u mbajtë në këtë vit, pra në korrekt të këtij viti në Vilnius të Lituanisë, gjitha ato vendimet të cilat u morën, tashmë do të fillojnë të zbatohen edhe të implementohen për ta ndihmuar Ukrainën që të dalë nga kjo luftë e cila ende po vazhdon që një kohë shumë të gjatë me Rusin. Kjo do të jetë domethënë tema kryesore, mirë po nuk e ka përjashtuar që do të flitet edhe për Kosovën, Ballkanin perëndimor në përgjithësi, por gjithashtu ka përmendur edhe Izraelin në gjendje që është duke u zhvilluar tashmë atje bashkë me Hamas, edhe gjitha vendet e tjera duke përmendur këto edhe Irakun, edhe vendet e tjera të cilat do të kenë nevojë për mbështetjen e NATO-s si aleancë, mirë po kur po them e përmendi Kosovën, sot gjatë fjalimit të tij, e cila ishte vetëm hyrëse, nuk është se shtjelloi disa çështje të shumta, sepse ajo do t'i bëj gjatë konferencave për media të cilat do të mbahen sot pas dite dhe nesër. Ai megjithatë, ndër tjera është se e dim që situata në Kosovë, në Ballkanin perëndimor, pra në atë pjesë, është e tensionuar dhe ne po shohim pra ngritje të tensionit dhe ne e dim që duhet të rritet kapaciteti i KFOR-it si misioni NATO-s në Kosovë. Pra, edhe për këtë çështje do të bisedohet, mirë po gjatë zhvillimet të ditëve dhe takimeve në konferenca për media, Stoltenberg do t'i trajtojë edhe këto çështje më zgjerimisht. Mirë, por nuk është se nuk e përmendi që sipas tij dhe sipas syve të NATO-s ka ngritje të tensionit në Kosovë, kjo nga gjitha zhvillimet e cilat e pam që ndodhin me datën 24 shtator. E përmende do më thonë që Stoltenberg ka folur shkurtimisht edhe për Kosovën, mirë po ajo çfarë ndoshta na intereson tash për shkak edhe të situatës që është në ndërmjet Izraelit dhe Palestinës, duke mos anashkaluar Ukrainën dhe Rusin, a mendon ose a është diskutuar në margjinat e NATO-s ku edhe je aktualisht në Bruksel, edhe për pjesën e Izraelit me Palestinën, se çfarë mund të ketë ndihma ose s'mund të ketë ndihma asaj përket 2 shteteve?
E qartë, po Entela u përmend në përgjithësi, mirë po jo që do t'jetë pjesë e agjendës. Askund në agjendë nuk është pjesë, domethënë edhe çështja e Izraelit edhe lufta që po zhvillohet atje tani për tani. Mirë po gjithë kjo agjendë mund të ndryshojë nga momenti në moment bazë të fjalimeve që takimeve që do t'i kenë të gjithë këta persona të cilët janë pjesë e shteteve anëtare të NATO-s, sepse edhe sot pra u përmend që lufta atje është duke u zhvilluar, mirë po sa a do të diskutohet tutje apo jo, do ta kuptojmë në vazhdim, sepse në agjendë nuk është pjesë. Pra, agjenda është diçka e cila është menduar edhe gjatë të zhvillimeve ku më parë, kjo që ndodhi në Izrael është e ditëve të fundit, nuk është paramenduar se duhet të jetë pjesë e agjendës zyrtare nuk është pjesë, mirë po do të shohim në vazhdim e tutje nëse do të përmendet si çështje. Edhe këto siç e përmenda mirë do të potencohen edhe do të shpjegohen më vonë nëpër konferencat për media që do të bëhen sot pasditë dhe nesër pasditë, të cilat vetë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg do të na informojë gjitha mediave se çfarë është diskutuar nëpër ato takime. Kështu që ne do të jemi vazhdimisht në kontakt edhe të kuptojmë edhe më shumë sa i përket edhe Izraelit se a do të diskutohet apo jo. Mirë po agjenda kryesore edhe për këtë herë, pra këtë takim të ministrave të mbrojtjes së NATO-s në Bruksel, sikurse edhe vitin e kaluar, agjendë kryesore është çështja e Ukrainës dhe fillimi i zbatimit, implementimit të gjitha vendimeve të cilat u morën pra në samitin e NATO-s në Vilnius. Edhe sot pra presidenti i Ukrainës Zelenski është këtu duke mbajtur gjitha takimet me NATO-n edhe pjesëtarët e tjerë për të parë në vazhdim me tutje se çka do t'i ofrojë NATO si mbrojtje dhe mbështetje Ukrainës në vazhdim me tutje. Flaka, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Besoj që për informacionet të tjera do të lidhesh në edicionet tjera informative. Faleminderit edhe ty Entela, faleminderit edhe për gjithë vazhdimin e emisionit. Ne do të shihemi përsëri së bashku edhe nesër. Faleminderit. Mirupafshim.